Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës ka dështuar të përmbush objektivat e përcaktuara për periudhën e fundit, duke regjistruar nivele të ulta të realizimit të planit dhe duke u renditur ndër strukturat me performancën më të dobët. Kjo situatë ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën e administrimit fiskal në një nga qytetet më të rëndësishme turistike të vendit, veçanërisht në prag të nisjes së sezonit veror. Përballë kësaj gjendjeje, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka ndërmarrë një reformë të thellë në këtë drejtori, me synimin për të rritur efikasitetin, për të përmirësuar mbledhjen e të ardhurave dhe për të garantuar një trajtim të barabartë për të gjitha bizneset. Reforma pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe në formalizimin e subjekteve që operojnë në territorin e bashkisë. Një nga problematikat kryesore të identifikuara lidhet me mungesën e barazisë në taksim. Sipas të dhënave paraprake, ka biznese që paguajnë rregullisht detyrimet e tyre për 12 muaj, ndërkohë që të tjera, ndonse operojnë për periudha të gjata, nuk kontribuojnë në mënyrë të drejtë ose shmangin plotësisht pagesat. Në këtë kuadër, reforma synon vendosjen në një sistemi më të drejtë dhe proporcional. Bizneset sezonale do të paguajnë taksa vetëm për periudhën që janë aktive, ndërsa ato që operojnë gjatë gjithë vitit do të duhet të përmbushin detyrimet e plota. Një tjetër element thelbësor i reformës është dalja në teren e administratës tatimore. Deri më tani, një pjesë e madhe e verifikimeve shkryen nga zyrat, duke krijuar hapësira për abuzime dhe mungesë transparence. Me ndryshimet e reja, inspektorët do të jenë të angazhuar drejt për drejt në teren për të identifikuar aktivitetet reale të bizneseve, për të verifikuar funksionimin e tyre dhe për të shmangur rastet e evazionit fiskal. Bashkia e Vlorës shtrihet në një territor të gjerë që nuk përfshin vetëm zonat e njohura turistike si lungomare, por edhe zona të tjera me aktivitet të konsiderueshëm ekonomik, nga Pishporo deri në Llogora dhe në njësitë e brendshme si Shushica. Në shumë prej këtyre zonave janë identifikuar biznese që operojnë prej vitesh pa u kontrolluar rregullisht, madje në disa raste pa u pajisur me fatura tatimore, çka ngre dyshime për praktika korruptive. Reforma synon gjithashtu të adresojë fenomenin ashtu quajtur patronazhimi, ku trajtimi i bizneseve ka qenë selektiv dhe indikuar nga faktorë jashtë ligjit, pasi ustallarët e tatimeve të bashkisë jo pak kanë qenë të përfolur për korrupsion. Sipas drejtuesve vendor, kjo praktikë ka dëmtuar konkurrencën e ndershme dhe ka krijuar një klimë mosbesimi tek sipërmarrësit që respektojnë rregullat. Një fokus i veçantë duhet i kushtohet ndarjes së bizneseve sipas karakterit të tyre sezonal veror dhe dimëror dhe përcaktimit të detyrimeve fiskale në përputhje me aktivitetin real. Po ashtu do të ketë një rishikim të plotë të subjekteve të regjistruara për të identifikuar ato që rezultojnë aktive në dokumente, por që në praktik nuk kushtojnë aktivitet si dhe anasjelltas. Në kuadër të kësaj reforme, priten ndryshime edhe në drejtoritë e tjera të bashkisë, me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Administrata vendore do të duhet të luajë një rol mbështetës për sipërmarrjen, duke garantuar një midis të drejtë dhe të qëndrueshëm, dhe jo të kthehet në një pengesë për zhvillimin ekonomik. Qëllimi nuk duhet të jetë rritja e barës fiskale, por shpërndarja e saj në mënyrë të drejtë, duke bërë që çdo biznes të kontribuojë në përputhje me aktivitetin që zhvillon. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet një rritje e të ardhurave dhe një zhvillim më i balancuar ekonomik. Me nisjen e sezonit turistik, zbatimi i kësaj reforme do të jetë një test i rëndësishëm për administratët vendore dhe një tregues i qartë i vullnetit për ndryshim në drejtim të transparencës dhe barazisë fiskale. Pritet që reforma e ndërmarrë të shtrihet edhe te drejtoritë dhe institucionet e tjera të Bashkisë së Vlorës.